Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni që viti I ri t'ju gjejë të pasur, ja çfarë duhet të bëni natën e ndërrimit të viteve. Nata e vitit të ri është kulmi I ditëve festive për shqiptarët që I impenjon në çdo gjë, duke filluar që nga punët e shtëpisë dhe deri tek gatimet e shumta dhe fishek zjarre. Shumë prej nesh besojnë në bestytni të trashëguara ose të dëgjuara. Disa veshin rroba të kuqe gjatë ndërrimit të viteve dhe të tjerë gatuajnë pjatat e tyre të preferuara dhe bëjnë rituale të ndryshme që viti t'ju ecë mbar. Por, në vende të ndryshme të botës, viti I ri pritet me rituale të ndryshme në mënyrë që të jetë më I mirë dhe më I suksesshëm. Shumë kultura ndjekin këto tradita të cilat, nëse I besoni, duhet I praktikoni. Mbajini parat poshtë tapetit. Nëse dëshironi që të keni më shumë para në vitin që vjen, ndiqni këtë taktik që populli romun ndjek. Sipas ekspertëve, ata besojnë se nëse ju I vendosni parat poshtë tapetit kur ora shkon 12, viti I ri do të sjellë shumë të ardhura financiare. Për të pasur akoma më shumë fat, ne ju këshillojmë që të vishni rroba të kuqe ose të thyeni gotat natën e vitit të ri. Ndisni furrën dhe muzikën. Në shumicën e rasteve parat vijnë kur fitohen me djersë. Prandaj, nëse dëshironi që viti I ri të jetë I mbar, shumë njerëz besojnë se çelësi është që të keni një shtëpi të pastër dhe të mblidhni familjarët tuaj duke gatuar gjëra të shijshme për ta. Ndërkohë, ëndrat tuaja do të bëhen realitet në qoftë se ju do të gatuani fasule të zeza ditën e vitit të ri. Hani mirë. Populli afgan rekomandon se nëse ju kombinoni natën e vitit të ri frutat e thata si bajamet, lajthit, arrat, qershit, kajsit dhe rushin e thatë, fati I mirë do t'ju ndjek gjatë gjithë vitit tjetër, prandaj thuajni lam të mirë, fati të keq. Në Brazil njerëzit vishen me të bardha dhe besojnë se viti I ri në këtë mënyrë do të mund të sjellë paqe dhe qetësi mendore. Ata rekomandojnë se viti I ri duhet t'ju gjejë në ujë dhe sa po t'ju afrohen dallgët duhet që të hidheni sa më lart që të mundeni. Mbusheni shtëpinë tuaj me para dhe fruta të rrumbullakta. Ndërsa në Filipine nuk është e nevojshme që t'i drejtoheni detit, në vend të saj, ata veshin rroba me pika dhe hidhen aq sa kanë mundësi në mesnatë. Për t'ju sjellë akoma më shumë fat, ata gjithashtu rekomandojnë të hidhni disa monedha në përdhomat e shtëpisë kur ora shënon 12. Gjithashtu mbajini drita ndezur gjatë natës dhe mbusheni tavolinën e vitit të ri me fruta të rrumbullakta të madhësive të ndryshme. Hani disa kokra rrush dhe bëni gati valixhen. Frutat në fakt janë protagonistët kryesor në traditën e Amerikës Latine. Në Venezuelë ose në Bolivi, njerëzit për të pasur sa më shumë fat duket se han eksaktësisht 12 kokra rrushi në mesnatë, ndërkohë për ata që 2018 do t'i gjejë duke udhëtuar botën, janë një truk fatsjellës që mund ta bëni. Merrni valixhen dhe bëni disa xhiro me të rreth shtëpisë. Kjo do të sjellë mundësitë që ju të shkoni në vende të reja gjatë vitit të ri. Ndërkohë, nuk përfundon me kaq. Vigjilja e vitit të ri është koha për të festuar me familjen dhe me miqt. Koha kur njerëzit bëhen bashk për të festuar atë që presin dhe urojnë t'ju sjellë e ardhmja. Ndërkohë, shumë njerëz ndjekin disa tradita dhe besime të ndryshme që mendojnë se do të sjellin fat të mbar për vitin e ardhshëm. Disa prej tyre thuhet se
janë ndjekur saktësisht nga përdoruesit dhe u kanë në sjell atyre fat. Ne këtu do t'ju tregojmë disa nga më të njohurat e atyre që duhet të bësh për të pasur fat në vitin e ardhshëm. Ha 12 kokra rrush në mesnat, një kokër për çdo muaj. Ndërkohë, ju do të shprehni një dëshirë të veçantë për vitin e mirë. Të gjitha dritaret e dyert duhet që të lihen hapur. Kjo gjë bën që të dalin jashtë eksperiencat e vitit të vjetër. Të gjitha gjërat negative dhe gjithashtu pas kësaj do të kesh një fillim të ri duke shkuar drejt vitit të ri. Duke pasur para në xhep kur viti i ri troket simbolizon një fillim të ri dhe me mirëqenie. Ecë rreth e rrotull shtëpisë me një valixhe të hapur, kjo gjë do të sjellë po aq fat, dhe nëse je një njeri të cilit i pëlqejnë udhëtimet, mos harro të veshësh ngjyra. Për shembull, përdorni ngjyrën e kuqe për dashuri, të gjelbrat për të pasur më shumë para dhe të verdha për më shumë profesionalizëm dhe rritje në karrierë në vitin e ri. Merr një fshesë dhe fshi derën e jashtme në mesnat. Kjo do të largojë të gjitha gjërat negative nga jeta jote. Puth dikën në mesnat. Ky është një simbol që dashuria dhe afërsia që ke për njerëzit e dashur të zgjas gjatë gjithë vitit dhe të sjellë fat në marrëdhënie. Ha fasule të zeza dhe thjeshta për të pasur sa më shumë fat në jetë, sepse ato duken si monedha kur gatuhen. Fli me një patkua kali në një stëk në prag të vitit të ri për të pasur fat gjatë gjithë vitit. Mishi i derit po ashtu është një shenjë fati të mirë, sepse deri nuk ecën kurrë mbrapsht, vetëm përpara, dhe padyshim ky është drejtimi që duhet të zgjedhësh për vitin e ri. Mishi i derrit tingëllon i çuditshëm, por për disa kultura, mishi i derrit simbolizon mirëqenie, përparim dhe ardhshmëri. Veçanërisht fatësjellse konsiderohet hunda e derrit e cila nuk duhet që të mungojë në tavolinën tuaj. Ajo simbolizon zhvillimin. Shega. Sipas traditës greke, shega konsiderohet si diçka fatësjellse në nisjen e vitit të ri. Sipas tyre, sa më shumë kokra të dalin nga përplasja e shegës në derën kryesore të shtëpisë, aq më i mbarë dhe fatësjellës do të jetë viti që vjen. Tavë me peshk. Një tavë me peshk nuk duhet i mungojë tavolinës tuaj për vitin e ri. Peshku simbolizon fatin në 2 mënyra të ndryshme. Sasia e luspave simbolizon sasinë e parave. Sa më shumë luspa, aq më shumë para do të ketë në shtëpinë tuaj. Fakti që peshku noton përpara simbolizon përparim. Ecje përpara në jetën tuaj. Thjerza. A i dini se çfarë simbolizojnë thjerzat? Parat. Pjata me thjerza përdoret gjithashtu si një fatësjellse, kryesisht në traditën italiane. Monedha e fshehur në tort. Në ëmbëlsirën e vitit të ri, është mirë që të fshihni një monedhë. Atij që do t'i bjerë monedha do të ketë një vit sa më të mbar. Gjeldeti dhe mishderi. Derat janë simboli përparimi sepse gërmojnë përpara, ndërsa gjeli i detit është sinonim i festës dhe begatisë në disa kultura, përfshirë Shqipërinë dhe Amerikën. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!